Vlora vazhdon prej vitesh të mbetet një prej qyteteve të vetme në rang vendi, ku veprat publike që ndërtohen në të mirë të komunitetit nuk jetojnë gjatë. Ndërtime të ndryshme, projekte madhore infrastrukturore, terene sportive, të cilat shkatërohen nga dora e njeriut, duke dalë totalisht jashtë funksionit. Megjithse ato ndërtohen në të mirë të banorëve të zonës dhe komunitetit, janë vetë qytetarët e Vlorës të cilët i dëmtojnë, vandalizojnë, shkatërojnë totalisht. Në këtë mungesë kulture dhe papërgjegjshmërie janë të përfshirë të gjitha grup moshat, pa asnjë dallim. Një traditë kjo tepër negative e qytetit, e cila po vazhdon fatkeqësisht të trashëgohet edhe tek brezi i ri. Në Vlorë, ndërkohë terene sportive vazhdojnë të jenë vërtet të pakta, por edhe ato të cilat ndërtohen apo janë ndërtuar vitet e fundit, brenda një kohe mjaft të shkurtër, kanë dalë jashtë funksionit, janë shkatëruar totalisht. Kanë qenë vetë banorët e zonës që në vend të përfitonin prej tyre, i kanë shkatëruar, duke u munduar t'i dëmtojnë në çdo detaj. Imazh të qartë të kësaj situate të ofron sot një prej tereneve sportive në qytet, i cili nuk meriton të quhet më i tillë. Fusha e futbollit, që funksiononte njëkohësisht edhe si një fushë basketbolli në lagjen Rilindja, ka rënë pre e vandalizimit. Rjeta që rrethon terenin sportiv është prerë në disa pjesë, duke mos qenë më si një rrethim. Madje prej saj janë prerë për çudi edhe ekurat mbajtës, mirë ato të cilat janë për tokë, por edhe pjesët e tyre të sipërme. Prej vendit janë shkulur koshat e basketbollit, teksa babëzia e vandalëve nuk ka kursyer as tabelat, ku këta të fundit janë munduar që t'i shkatrojnë të dy koshat në total deri në pikën e fundit. Portat e vogla prej ekurit të futbollit janë dëmtuar, duke qëndruar tashmë vetëm si ekura. Pjesë e dëmtimit për çudi ka rënë edhe vetë tereni sportiv, ku tapeti vendosur aty është qyer në të katërta anët, sikur ke lënë për një kohë të gjatë jetojnë aty kafshë e gërsuara. Jo vetëm kaq, por nuk ka shpëtuar as betoni, ku shumë pjesë të tij janë thyer dhe kanë përfunduar në copa guri. Në këtë teren sportiv nuk luajnë më fëmijët e bllokut të banimit, nuk luajnë as ata të cilët janë të apasionuar me futbollin apo basketbollin, por as ata të cilët këtë fushë e kanë parë si vend argëtimi dhe jo si një vend për ta dëmtuar. Nuk luajnë më as fëmijët që kanë dëshirë të luajnë aty. Praktikisht, shumë prej tyre ju është mohuar kjo e drejtë për shkak të personave të papërgjegjshëm që janë edukuar të tillë që në vegjëli janë edukuar vetëm të shkatërrojnë atë që të tjerët e ndërtojnë me mundime.